Lezhë për te i Breakdate-it, të rinjt në zbulim të trashëgimisë kulturore, është një projekt i cili sapo ka nisur sot, biles ka filluar në Lezhë, po zbatohet nga Organizata Ambasadorët e Paqes, në kuadër të programit Reload, programi për zhvillimin e demokracisë vendore Reload 3, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zhvillohet nga UNDP-ja në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë. Ky projekt ka si ide që të sjellë në vëmendjen e të rive resursat dhe pasuritë që Lezhë ka, duke nxitur tek ata kuriozitetin për të zbuluar risi për sa i përket trashëgimisë kulturore në Lezhë, për të njohur atë që ne kemi, por mbi të gjitha për të kuptuar që potenciali turistik që ka Lezhë nuk duhet të përqendrohet vetëm tek pjesa e Breakdate-it, por duhet të zgjerohet më tepër duke bërë që të gjitha ato zona të Lezhës, të cilat kanë karakteristika, të cilat mbartin gjithashtu një trashëgimi kulturore interesante, mund të integrohen në paketa turistike. Kështu që ne do punojmë me të rinj gjatë këtij projekti për të zbuluar itinerare të reja, për të zgjeruar gamën e ofertës turistike për vizitorët e qytetit të Lezhës dhe gjithashtu do të krijojmë një grup të rinj të cilët do të jenë më shumë të apasionuar ndaj qytetit të tyre dhe do të jenë protagonistë të ndërtimit të një metode të re të marketingut, që tashmë është edhe kërkesë e kohës.